Në vitin 2021, pranë onkologjikut në QSOT mbërriti një aparatur kobaltoterapie për trajtimin e tumoreve, ndonse e konsideruar si një teknologji e tejkaluar. Pavarësisht kësaj, ajo nuk u vu kurrë në përdorim, ndërsa mbajtja e saj u bë në kushte të rrezikshme për personelin mjekësor për shkak të rrezatimit që mund të shpërndajë. Për këtë situatë, prokuroria bën përgjegjëse zëvendës drejtoreshën e QSOT e ngarkuar me mbulimin e shërbimit onkologjik, Brikena Qiriazi. Ajo nuk ka marrë masa për vënien në funksion të kësaj pajisjeje, duke bërë që pacientëve të mos u ofrojë në kohë shërbimi i nevojshëm mjekësor. Përpasoj, pacientëve nuk u është dhënë mundësia e zgjidhjes së metodës së trajtimit, duke u kufizuar vetëm një alternativë të vetme trajtimi. Edhe specialistja e QSOT-s, Drilona Kishta, sipas prokurorisë, hartoi një ekspertizë që nuk ishte në përputhje me gjendjen reale. Rezulton se kjo ekspertizë është kryer përpara procesit të porositjes së burimit të kobaltit, çka ka sjellë si pasojë marrjen e një vendimi për porositjen e një burimi radioaktiv që nuk është vendosur në funksion dhe nuk është përdorur. Si Qiriazi, ashtu edhe Kishta akuzohen për shpërdorim detyre, por lënia jashtë funksionit e kobaltoterapisë është vetëm një aspekt i trajtimeve të munguara nga pacientët. Një tjetër skemë edhe më e rëndë ishte vënë në jetë nga koordinatori Emiliano Leka dhe administratorja onkologjikut Alketa Pere, të akuzuar po ashtu për shpërdorim detyre. Të dy i orientonin pacientët drejt klinikave private, duke u mohuar trajtimin në spital. Për Lekën, prokuroria thotë se ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në procesin e administrimit dhe orientimit të pacientëve te klinikat private për të marrë kurën e trajtimit në luftën kundër sëmundjeve tumoriale, në një kohë kur sigurohej nga shteti. Ai zgjidhte pacient nga radha e apritjes dhe i orientonte jo tek mjeku që kishin të rekomanduar sipas procedurave, por tek klinikat private, duke përfituar përqindje monetare. Përfitues nga kjo skemë ishte edhe mjeku Halil Gashi, i cili kishte një klinik private, ndërsa djali i tij Edmondi ishte mjek në onkologjik. Ky i fundit është i vetmi që po hetohet nga SPAK në ndyshimet për korrupsion. Sipas prokurorisë së Tiranës, në klinikën e Halil Gashit nuk lëshoheshin faturat tatimore, ndërkohë që mjek të tjerë punonin aty të paregjistruar, duke përfituar edhe përmes fshehjes së të ardhurave. Një tjetër përfitues nga situata në Spitalin Onkologjik rezulton edhe Florian Marku, administratori Florifarma, i cili blinte dhe tregtonte kontraband ilaçin Valamor, që përdoret për trajtimin e kancerit. Që të gjashtë këta persona do të duhet të përballen tani me akuzat në gjyq, pasi prokuroria e Tiranës deklaroi përfundimin e hetimeve. Fillimisht për të gjithë ishte kërkuar një vlerësim i SPAK-ut nëse çështja i takonte asaj, por prokuroria e posaçme veçoi vetëm onkologun Gashi, ndërsa po heton disa persona të tjerë në kuadër të së njëjtës çështje, duke bashkuar 4 procedime në një të vetme, pjesë e të cilit është edhe kobalti.